Edhe këtë hënë, po takohemi në Ekspansion, emision ku promovon vlerat dhe sakrificën që bëjnë gratë për të arritur në majat e suksesit. Në këtë edicion Në këtë emision do të kemi koreografen Albana Metallare Loku. Albana, përshëndetje, faleminderit që pranove të jesh pjesë e emisionit tonë. Përshëndetje Linda, faleminderit edhe juve që gjetët kohë, e ndajtët këtë kohë për artistat sikur ne, sikur vajza që ishin paraprakisht. Uroj që gjithmonë të kemi përkrahje në gazetareve si ju. Faleminderit shumë Albana. Trego si është të jesh koreografe dhe valltare në vendin tonë? Them të drejtën, tani mund të quaj veten si koreografe me që po kam fillu studimet e fakultetit të vallëzimit modern, kurse paraprakisht më herët nuk munda të quaja si profesioniste veten, me që isha koreografe autodidakte, që i bie në një farë fjale, nuk kam pas një nivel shkollimi profesional. Tashmë vetëm është viti i pari nivelit shkollimit që sa po e kam filluar, është kënaqësi, është ndjesi e papërshkruar, ja lam kohë sa do të shërbejmë për artin dhe kulturën këtu te ne. A vlerësohet sa duhet vallëzimi këtu tek neve? Sa i përket institucioneve, ka momentet që ka momentet që nuk i mbështesin artistat, po në tërësi nuk është edhe keq. Duhet mbështetur, patjetër që më shumë se sa deri tash është dhënë mbështetja institucioneve për rreth komunës edhe njerëzve që duan të bëjnë mirë, për shembull ka edhe afaristë që na kanë mbështet. Deri më tani ansambli Lirida ka funksionuar në një farë mënyrë me mbështetjen e ministrisë, deri në një moment të caktuar, tash tutje më jo, s'kemi pas vetë finansim ka qenë, me afaristat, me menaxherat që ka ansambli. Nështë ajo dhe shumë bukur se është sfidë në vete nëse duhet gjithçka të arrihet vetë, mendoj. Është përgjithësi shumë, mandej pse jo, ata fëmijë, ata të rritur që vinë në ansamblin e Lirida, posa asaj që djerësin këtu në salë, japin maksimumin, duan atë talent, atë energji që e kanë, ato prova që i bëjnë këtu në salë, duan dikun edhe me një farë fjale ta eksplozojnë vetë vetën në festivale, pjesëmarrje të ndryshme, edhe ato që e mbështesin artistat janë organet kompetente, për shembull, sikur këto ministritë dhe komunat tjerë. Uroj që të na mbështesin sa më shumë. Deri tani ka qenë një mbështetje, po jo maksimale. Shpresoj në të ardhmen. Albana, më trego sa ka ndryshuar perceptimi i vallëzimit, dikur ndoshta e kanë marrë si hobi dhe jo profesion serioz, ndërsa tani ndoshta në këtë kohë më moderne a shihet ndryshe. Si e vlerëson ti këtë? Me që je një kohë të gjatë në skenën e vallëzimit. Të them të drejtën, Linda, unë vallëzoj që 25 vite. Paraprakisht kam qenë valltare në ansamblin Ibe Palikuqi, 15 vjet kam ushtruar aty, së bashku me Ilirin. Për gjana profesionale, të them drejtën, e kemi pat arsyeshme që shkupi nga ajo kohë, kemi pat arsyeshme që duhet hapet edhe një ansambël liri, edhe një foleri për të rinjt ku të kenë më së afërmi të afrohen, të marrin edukat kulturore, ajo pse jo energjia pozitive që shfaqet këtu. Sa e shoh unë këtu në Shkup, them drejtën, më herët nuk ka qenë edhe atë shumë interesimi familjarëve për t'i lënë vajzat sidomos ose djemt. Mbështetja e djemve ka qenë, them 100%, kurse vajzave ka qenë pak më e zbehtë. Tash e tutje me hapjen e ansamblit kombëtar këtu që është hapë në Maqedoninë e Veriut, ka një shpresë, po edhe për vajzat, sepse pos atë që japin vajzat shpirtnisht, normal e çojnë edhe veten para profesionalisht, mandej edhe një buxhet që gjithë secila të jetë e pavarur në të në aspektet, sikur ato profesionale, po edhe të ardhunat familjare. Patjetër që po. Si e shihni vallëzimin tradicional dhe atë modern? Se këtë që tani jenë vetë në studime në këtë fushë, si e sheh Albana në këtë drejtim? Linda, ka një formë e cila
kupton ndryshe edhe bota, tani vallëzimin modern. Për shembull, te ne janë rritet, sikur marrja e dorës, te menaja, e shumë shtrimi i sofrës. Tani ka edhe një gjuhë tjetër se si ti mundesh publikut me ia dhënë me e kuptu, sepse te menaja mundet me u marrë edhe ndryshe. Normal krejt ajo nëpërmjet lëvizjes shkon. Edhe mendoj që ka evolu koha, është okej. Është e mirë kjo në aspektin e vallëzimit? Po, në aspektin profesional është shumë okej. Mendoj se ka qenë koha për tani e tutje të flasim me një gjuhë tjetër. Për shembull, jo vetëm me ato që kanë qenë strikte, të marrja e dorës si është kështu, tani nëpërmjet lëvizjes mund ta bëjmë ndryshe, që gjithë secili edhe një huaj ta kupton sepse kjo është një rit. Me valltarët, artistat përgjithësi, flasim edhe me gjymtyrët e trupit, tani patjetër e kisha ta demonstroj edhe ashtu. E kuptohet kjo pjesë. Tregohet tani, a ekziston të te frika që ndoshta vallëzimi do të humbë në një kohë, ndoshta mbas shumë vite, duke parë se teknologjia e bën avancimin e saj. Si e mendon Albana në këtë pjesë vallëzimin? Po mendoj që jo, kam shpresë që jo, përderisa ne të rinjt këtu në Maqedoni ose në Shkup, them sinqerisht kemi disa që kemi vazhdu ta ndjekim nivelin e shkollimit, bëhemi profesionistë të fushës, edhe kemi mundësinë që të flasim me një gjuhë tjetër, profesionale, edhe mendoj se kjo nuk do ta lejon që të zbehet kjo pjesa e vallëzimit, sepse ma herët, sikur unë para 25 vjetëve kur kam qenë e vogël, kam vallëzu thjesht. Tani mundem edhe ndryshe, për shembull të njëjtën valle, të njëjtën rit që i kemi ne, mos ta bëjmë në klasike, po ta bëjmë ma ndryshe, ma të hapun që e kupton edhe bota edhe të tjerët. Mendoj që jo. Shpresojmë edhe besojmë që... Edhe urojmë të mos jetë ajo. Më tregon, a mundet vallëzimi të bëhet biznes pa e humbur vlerën e tij, do të thonë pa e humbur artin e tij? Vallëzimi mund të bëhet biznes, paraprakisht me vajzat që ushtronim, jemi mu këtu ku e cekët edhe ju, e shfrytëzojmë rastin në dasmat familjare, dasmat të uajt shoqërore, duke u nis nga kanaxhexhet, synetit, dasmat me çifte që janë, krush që shkojnë me defa, burrat shkojnë në për odat burrave që organizohen. Tash, si tema jo biznes, ka kalu në biznes, për shembull, të çiftet, kur hynë mrenda, për mos të pas një rast jo të lakmushëm, për shembull një hall, një teze, një daj duke folën mbrapa, tash i marrin artistat. Edhe mendoj që kjo ka ecë shumë para në aspekt profesional, sikur të ne valltarët, edhe njëkohësisht bëhet biznes, njëkohësisht edhe të këtë rinj, të këto sapo martuarit që vendosin, sepse kanë mbrapa artista, ju del një foto e bukur, për shembull një moment të videos kanë mbrapa me flamur kombëtar, ose me një def, e ka një vajzë duke buzëqesh, por mos t'ja humb vlerën asaj që e kanë bo ato, për shembull, që kanë finansu për dasëm me kritë organizimet, marrin artista, njëkohësisht çifti është ma i lumtur, ka një hyrje të begatshme, mandej familjar dasmorët, edhe njëkohësisht edhe ne fitojmë, bëhet biznes. Bëhet biznes dhe ruhet vlerat. Ruhet vlera, edhe sidomos për cjellet zakonet traditet tona. Se ishte një kohë ku u zbeh pak kjo, u larguam nga këto, po shqyqur që u rikthye. Njëkohësisht edhe u shëndra në biznes tonë. Do me thënë, folëm pak për atë se si e sheti vallëzimin, çfarë mesazhe përcjellni juve nëpërmjet vallëzimit, vlerat kombëtare që i përcjellni nëpërmjet vallëzimit, kjo e fundit ishte ajo nëpër dasmat, por më trego Albana, ti si një grua në këtë profesion, sa e ke pasur vështirë fillimet e tua dhe tani që je tani në këtë moment ndodhesh, do me thënë, profesionalisht shumë më lart se sa që ke qenë në fillim, si e vlerëson këtë pjesë? Duhet ta them të drejtën, në aspekt familjar kam pas ullje, ngritje, vështirësi, momente të palakmueshme, po ja që nëse donë, ke një pikësinim patjetër që duhet të arish, po unë si femën kam hasë edhe shumë atë vështirësi për të arritur deri këtu sot ku jam.
Më trego kë e ke pasur për krahje më të madhe gjatë sfidave që je ballafaquar në këtë profesion? Pa tjetër që familja im është në radhë të parë, mandej së bashku me bashkëshortin Ilirin jemi dorë për dorë. Kur ai ka tentuar të shkon dikun profesionalisht, kam mbështetur atë. Mandej tash është rikthy bumerang, si thonë. Ai mbaroi me studimet, lam pak kohë zbrastin, mandej unë fillova. Kështu ishte. Shumë e bukur kur e ke personin në zemrës për krahjen tënde më të madhe. Më trego cila ka qenë sfida jote më e madhe gjatë vallëzimit? Sfida e më e madhe kur momenti kur Iliri bashkarisht vendosëm ai të vazhdon fakultetin, mandej unë këtu isha vetëm edhe aty kam pa një sakrificë për jetën, sa i përket për vallëzimin. Do më thanë, e kam pa që ne jemi të lidhur ngusht me profesionin edhe vendosëm që t'ja bëjmë hizmetin, do më thanë edhe profesionalisht, me që 25 vite unë mire me vallëzim, ai që 30 vite afër dhe pa tjetër që duheshte edhe kjo sakrificë të bëheshte anë profesionale. E vcekëm Iliren, paraprakisht tani në bisedë, tash je bashkëshorte edhe nën. Trego, a ballafaqohesh me pengesa në fushën e koreografisë dhe vallëzimit? Do të thënë, sa të ka kufizuar kjo pjesa e të qenurit bashkëshorte edhe nën? Ndoshta një përkufizim nuk ma ka dhënë, po një vështirësi, po. Shof një sakrificë për familjen në radhë të parë, mandej për ardhmërin e ansamblit, për rinjin e ansamblit edhe pa tjetër që duheshte. T'ja u shpjegojmë gjeneratave të reja, do me thënë atyre që ndoshta tash janë në fillimet e tyre, vallëzimi popullor tradicional dhe vallëzimi modern. Çka do të thotë që t'jesh një vallëtare e mirë, në çka duhet të përkushtohen më shumë dhe më pas që të arrin, do me thënë, në koreografe. Na përshkruaj pak këtë punën, se çfarë duhet të bëjnë që t'jenë aty ku jeni juve sot? Duke pas eksperiencë në ansamblin që kam punu para prak 5 vite si vallëtare profesioniste dhe tashmë në fakultetin e vallëzimit modern, ka disa lëndë të cilat të mësojnë elementet bazë për qëndrimin, dukjen, prezentimin në skenë, mandej interpretimin, çfarë lëvizjesh ban, cila është për shembull me radhës, lëvizja, kretë kjo bën që të ndjeshte më profesioniste. Albana, më trego sa ditë dhe sa orë ushtroni për provat, sa ku ju merr kjo pjesa e ushtrimeve? Për shembull, për të arrit një koreografi, dikund me grupin e valleve, për shembull me këto që jemi këto në ansamblin Ilirida, sepse janë fillestar, duhet dikun një muaj për të arrit një koreografi. Ushtroni çdo ditë? Keni me orë caktuara? Po, janë me orë të caktuara ushtrime, dhe me thanë të shtuneve dhe të dieleve ushtrojmë 2 orë, 3 varësisht, me grupet e fëmijëve, mandej me grupet e të mëdhenjve 3 orë, po të njëjtat ditë janë të shtuneve dhe të dieleve. Çka ju frymëzon juve për të krijuar një koreografi? Aty ku flet shpirti, te tradita. Te tradita. Duan të rinjët këtë pjesën e traditave dhe përcjelljen e mesazheve nëpërmjet vallëzimit? Po, njëherë, përderisa vinë këto të rinjët, mendoj ju vi ajo me kohë. Për shembull, njerë vjen për atmosferën që krijohet në sallë, mandej për lëvizjet fillestare. Po me kohë vije ajo për traditën, për vlerën, për ato që do ta japin në skenë. Se për njëherë, për fillimeve të para, mendoj që nuk vjen ndjeshmëria qysh në start. Dhe dashuria për vallën. Cili është stili i koreografisë që juve ju pëlqen më shumë ti? Tash të them drejtën me këtë kombinimi i vallës popullore me bashkohorën. Ka një gjuhë, ka disa elemente që të çojnë, ta çlirojsh veten, të çon përpara, nuk e di sa mund të hapesh në lëvizje.
cili është koncerti ose festivali që ju si Alban jeni ndje mirë dhe e plotësuar emocionalisht, edhe që e keni bërë punën në nivelin që keni dashur t'jeni? Të them drejtën, koncerti në Bujanovc me vallën e profesorit Robert Nuha, aty kam pas një ndjeshmëri ndryshe, sepse kam qenë me ti që edhe me plis, edhe më ka bët ndihem shumë krenare. Vallën e Paqës. Cilat janë vendet që i keni vizituar dhe performanca që ka përcjellur një mesazh të fortë kombëtar dhe juve ju ka bërë të ndjeheni shumë mirë me atë që keni përcjellur në shtetet tjera? Kemi pas një festival në Barcelonë me ansamblin e shtetit. Kemi qëndruar aty 15 ditë, edhe brenda 15 ditëve kemi interpretuar disa valle të ndryshme, po me veshje të ndryshme dhe na ka bërë të ndihemi krenar, sepse edhe ajo pjesa ndej është njoftu së afërmi me veshjet tona që i kemi pasuri kombëtare. Edhe si është pritur? Është mirë pritur, kogja mirë atje. Do me thanë, na kanë bën të ndihemi shumë të afërt, sikur në shtëpinë tonë, me që kemi ndjetë 15 ditë, edhe vlerësimi i tyre ka qenë në maksimal për ansamblin e shtetit. Edhe fjalë, miradije, e kështu për përcjelljen që kemi dhënë, për atmosferën që kemi bën në skenë. Uroj që gjithmonë përcjellni mesazhe të bukura nëpërmjet vallëzimit. Është një pjesë e intervistës tonë në të cilën unë bëj pyetje të shkurtra dhe pres nga mysafirët që të më japin përgjigje të tilla. Më trego përvojën më të hidhur në skenë. Në Bursa, nuk e di në cilin vit, mu ka këty kama, për pak të rëzohem në skenë, eksperienca më e keqe. Edhe si e të i kalove? Po të bo kinse jam të bo lëvizje, të manipulu vetën, sepse neve valltarëve në ndodhë nuk është që nuk mund të rëshqet kama, nuk mund që të nuk kthehet kama, po pa tjetër që duhesh me menaxhu vetën nëse je deri në qatë moment që mos bie. Ndoshta juve që e punoni profesionalisht e vreni këtë, sepse shikuesi nuk mundet ta sheh këtë moment. Ato prej përballë që na kanë publiku nuk e shef, po ne që jemi ndërmes veti ekip e shohim njëri tjetrin se çka mund të ndodh për moment, sepse krejt jemi grup. Edhe bëjmë për shembull në momente të caktuara me lëvizje të njëjta ose në dyshe ose në treshe. Ajo ka qenë eksperienca më e keqe, kam qenë shumë e re, nuk e di. Sa vjeqe. Mirë që kete i kaluar me sukses, po momentin që asnjëherë nuk do ta harroja? Momentin që asnjëherë nuk do ta harroja, se di ta them në aspekt momenti që kam kuptuar që nuk po e vazhdoj punën profesionalisht, për fat të keq kemi prit kinse të marrim vendimet, një lajm i hidhur, kemi pas probleme me dokumentacionet dhe tani tutje jam jashtë ansamblit me një shkas. Uroj që sa më shpejt kthehem në punë. Ti u rikthehet statusi juaj i punës. Më trego koreografia dhe vallëzimi apo i lire? Që të trija bashkë. Që të trija bashkë. Koreografi ose koreografia juaj e preferuar? Koreografi ose koreografia ishte, mund të them koreografi i Ndjeri Panajot Kanaçi, kurse e kisha kompenzu koreografe sepse me një valltare profesioniste, Lili Cingu. Po ata që ndoshta nuk të kanë lënë ty asnjë përshtypje, i ke të padëshiruar? Nuk kam një. Nuk e. Ta them drejtën. Nëse nuk do t'ishit koreografe ose valltare, çka do t'ishit? Një edukatore. Një edukatore. Po t'i dynit, ju si Alban, të gjitha vështërsitë që i ka vallëzimi, koreografia, a do ta kishit marrur këtë profesion si profesionin tuaj, apo kishit zgjedhur diçka tjetër? Jam në dy mendje me që kam informacione sepse çdo profesion ka vështërsitë e veta, edhe isha të rjekur prapë. Kisha pas vështërsi, po e kisha vazhdu. E kisha vazhdu. Një mesazh për tani, për momentin që do t'ja dërgoje Ilirit.
Një mesazh, më duhet pak këtë të mendoj, Mendoje? sepse na vajzat e shfrytëzojmë mundësinë kur na vije. Të vazhdoj të përmbushet profesionalisht, pa e dëmtuar familjen. Pa e lënë anash. Albana, cili do të ishte mesazhet që do ja përcjellje vajzave të reja? Uroj që vajzat e reja në të ardhmen të miren me art, të miren me vallëzim, sepse vetë jeta është art. Kjo ishte intervista jonë e realizuar në Ekspansion. Albana, të falenderoj edhe një herë dhe të uroj gjitha të mirat dhe shumë suksese në sferën tuaj të punës. Faleminderit Linda, paçi shëndet. Të dashur miq, ishte kjo intervista jonë e realizuar me koreografen Albana Metallari Loku. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëqjet.